Ardhja me autobus dhe me taksi, pagesat që bëheshin nga deputetët kandidat për zgjedhje dhe ardhja e tyre nuk u fi. Përkundrejt pagesave që varionin nga 100-200 euro për person, vinin nga Greqia dhe jepnin voto në pjesën e Kjo ka qenë për zgjedhjet lokale. Kjo ka qenë në zgjedhjet lokale. Tani për zgjedhjet politike 100-200 euro si shpërblim? Por numri i personave, po, për Çfarë vot. fakti ka për këtë? Numri i personave të paktën që kanë ardhur për zgjedhjet lokale shkonte deri në 5.000-6.000 persona. Me atë, po vlerje me ato ka, por 100 autobusa. me ato, Blerje votash. me blerje votas ka Por, 20.000. për të kamufluar, Jo, se ja jipse shteti shqiptar. jo. Belerit kush ja jipte? Ja jipshin grekët. Po pra, janë grekët që paguajnë Beleri për ka bërë votuar aq punë sa të sigurojë ato para. Fshatat zgjedhore në Shqipëri janë ndërkombëtarizuar pikërisht nga pjesa e jugut të Shqipërisë fillimisht. Pastaj, për herë të parë, po futet vota e diasporës. Në këto regjistrime që kanë ndodhur, në fakt gjej ka patur dhe shumë problematika, të cilat shumë shqiptarë që jetojnë jashtë shtetit kanë plotësuar formularin, janë skualifikuar edhe sepse në formular kërkohej fatura dritave. Do me thënë, kishte disa teknikë, po, kishte disa pyetje aty teknike, cilat ishin, po mirë pra, kishte disa pyetje që ishin skualifikuese për shumë persona që kanë dashur të votojnë në zgjedhjet. Në qoftë se është fatura dritave gënjen për rezidencën që kanë. Sepse Po te Marlia, po dëgjoj një gjë deri në fund për çdo gjë ke një pyetje. Jo se jam i paqartë prandaj. Ka po i paqartë, po mirë, po dëgjoj tjetrin që të qartësohesh. Dhe skualifikimi i këtyre personave ka bërë gjë që numri që po thonte edhe Enita nuk mund të jetë edhe ai që pretendohet. Ja, të japim me shifra nga kjo që zoja në mënyrë kështu direkte. Janë regjistruar 294.025 kërkesa. Në gjithë botën. Një sekond, në gjithë botën. Janë administruar 42.000 të cilat janë konsideruara të parregullta dhe të pavlefshme. 148.000 janë të regjistruar nga Italia, pra më shumë votus, dhe 103.000 nga Greqia. Dhe pjesa tjetër që kanë ngelur janë Shtetet Bashkuara, Amerikë, Mbretëria e Bashkuar, Belgjikë.